Selamu alaikum. Në këtë video do të flasim rreth një ajeti kuranor i cili dëshmon për profetët e Zotit që ata janë në parajs, po ashtu dhe besimtarët, pra nëse ndjekin rrugën e tyre ashtu siç duhet dhe siç e kanë thirrur ata. Do të flasim rreth 3 ajeteve për me pa thelbin, pra të surës Safat, ajeti 180, 81 dhe 82, do ta bashkangjisim dhe me surën El Fatiha, po ashtu dhe me surën Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah i madhërisëm thot: Subhana rabbike rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. I lartësuar qoftë Zoti yt, Zoti i gjithfuqishëm. Ai është i pastër nga ajo çka i përshkruajnë ata. Paqja dhe çdo mirësi, pra selami, qoftë mbi të dërguarit e Allahut. Dhe të gjitha lavdërimet qofshin për Allahun, pra Zotin e gjithësisë, pra Zotin e botrave. Allah i madhërisëm në ajetin 180 po na tregon, pra sepse i lartësuar thotë është, pra i lartësuar qoftë Zoti yt, Zoti i gjithfuqishëm. Ai është i pastërt nga ajo çka i përshkruajnë ata. Pra këtu kuptojmë cilësinë e Allahut subhanahu wa taala, që ai është i lartësuari. Pastaj ai është i gjithfuqishëm. Edhe pse është i lartësuar, është i gjithfuqishëm. Pra s'ka nevojë ti përshkruash diçka. Ata të cilët e kanë pastruar Allahun nga të metat që ja kanë veshur, pra nga idete pista, nga shpifjet, pra ata janë profetët e Zotit që e kanë pastruar. Pra, paganët e Mekës thanë, me lajket janë bijat e Allahut. Hebrejnë tha për Uzairin alayhis salam, i cili është biri i Zotit. Po ashtu shikojmë dhe të krishterët. Ata të njëjtën gjë, pra, e kanë Isain alayhis salam, pra si birin e Zotit. Të dërguarit kanë ardhur dhe kanë bërë thirrje në teuhidin rububie, uluhia dhe asma wa sifat, pra që ta veçojmë Allahun Zotin e botrave. Ata i cili është patmeta. E këta janë ata cilët ta tregojnë rrugën. Përderisa këta ta tregojnë rrugën, këta nuk kanë ardhur me i thënë veteve të tyre, pra që ne duhet ndjekim Zotin, sa ata kanë njohur më së miri, po kanë ardhur me na thirrë edhe ne. Tani Nuhu alayhis salam thirrri 950 vite dhe tha: "O Zoti im, tha, i thirra ditën edhe natën." Por ai ishte popull i pabindur, pra i mbulonte veshët e tyre. I mbulonin veshët e tyre, pra nuk e dëgjonin Nuhun alayhis salam. Ibrahimi alayhis salam po ashtu thirrri. Ismaili, Ishaku, Jakubi, Musa alayhis salam thirrri faraonin, thirrri ebrejt. Po ashtu ata adhuruan viçin, pra sapo Musa alayhis salam pra foli me Allahun e madhërisëm. Isa alayhis salam i thirrri në rrugën e drejtë, por ata e adhuruan dhe sot e adhurojnë si birin e Zotit, po ashtu edhe si Zot njëkohësisht. Pra të dërguarit e Zotit janë ata cilët e kanë pastruar Allahun nga çdo tmet, nga çdo mangësi. Dhe Allah madhërisëm thot: "Wa salamun alal mursalin." Pra paqja, selami dhe çdo mirësi qoftë mbi të dërguarit e Allahut alayhimus salam. E kur është mbi të dërguarit, pa dyshim, dhe ata cilët e ndjekin përfshihen në atë paqe, pra në atë rahmet. Dhe në shumë ajete Allahu ka përgëzuar me xhenet. Pra në surën El Fatiha çka themi ne? Ihdina siratal mustaqim. Pra udhëzona në rrugën e drejtë. Kush na mësoi këtë rrugë të drejtë? Ja ku janë të dërguarit e Allahut, pra, cilët Allahu i përgëzon me paqe, selam, me shpëtim. Pastaj çka themi? Siratal ladhina an'amta alehim. Pra në rrugën e atyre, pra cilët i ke begatuar me mirësi. E cilët janë ata? Janë të dërguarit e Allahut. Pra ata cilët na e kanë sjell këtë rrugë për me ndjek deri në vdekje. Dhe jo rrugën atyre cilët rrëhoqen zemërimin, pra hidhërimin tënd, as në atyre cilët janë të humbur, pra të krishterët, po ashtu dhe hebrejt njëkohësisht. Pra, me çka përmbyllet ajeti 182? Walhamdulillahi rabbil alamin. Dhe të gjitha lavdërimet, pra, qofshin për Allahun, Zotin e gjithësisë, Zotin e botrave. Po ashtu në surën Yasin, kur Allah i madhërisëm ka dërguar 2 pejgamber dhe i përforcoi ata edhe me 1/3, dhe kur erdhi i personi nga skaji i largët, çka tha? O populli im, tha, ndiqini të dërguarit e Allahut. Ata nuk kërkojnë asnjë lloj kostoje, asnjë lloj pagese nga ju, vetëm ju thrasin në shpëtim. Pra që mos adhuroni idhujt. Ata çka bën? E vranë atë personin e thjesht, i cili i besoi të dërguarit. Dhe Allah i madhërisëm automatikisht po në atë surën Yasin, pra nga ajeti 14 që fillon,
pra e ka futur atë person në xhenet mbasi e vran. Dhe ai pra, çka tha, as sikur ta dinte populli im që Zoti mua më futi në xhenet. Dhe ulemat e tefsirit kanë thënë, edhe Ibn Kathiri e përmend, pra thot, është nga personat të cilët i ka thirrur popullin e vet, thot, edhe për së gjalli, por edhe për së vdekuri. Pra i thirri ta besojnë, të besojnë të dërguarit e Zotit, ta adhurojnë Zotin. Edhe mbasi vdiq dhe hyrin në xhenet, tha, ah, sikur ta dinte populli im. Pra prap dëshira e tij nuk ishte e vetme që dhe të mund të jem në xhenet, por edhe populli im sikur ta dinte. Pra i ka thirrur 2 herë në çka? Në adhurimin e një Zoti të vetëm. E çka bëri ky personi thjesht? Pra pasoi rrugën e të dërguarve. E Allahu thot pra në ajetin 181, wa salamun alal mursalin. Pra paqja qoftë mbi të dërguarit e Allahut. E të dërguarit kanë ardhur me mesazhin, pra për me adhuru vetëm një Zot të vetëm, me merit siç i takon atij. Dhe në ajetin 181 e kanë pastruar Allahun Zotin e botrave, të gjithë profetët. Kur nuk ka thënë Isa alayhis salam, ma adhuroni mua, apo unë jam Zoti, apo biri i Zotit, apo kërkoni shpëtim tek unë, se unë ju fal gjunahet e unë ju jap mirësi. Absolutisht, asnjë nga të dërguarit. Madje në shumë ajete, edhe profeti alayhis salam çka thot? Edhe Nuhu alayhis salam po ashtu. Pra ne nuk kemi depot, pra depot e qeve dhe të tokës. Dhe Allahu i ka pra çelësat e qeve dhe të tokës. Pra prej atij vjen furnizimi, prej atij vjen risku. Dhe ai e bereqet sa të dojnë në riskun e vet pra robërve të tij. Pra kjo është thirrja, kjo është baza, ky është veçimi, pra ta veçosh Allahun te uhidin rububie, uluhie dhe esma wa sifat. Pra Allahu është një, është i vetëm, është Zoti i botrave, i cili ka krijuar gjithçka, i ka dhënë jetë, i ka dhënë formë, i ka dhënë caktimin, i ka dhënë afatin, dhe ai ringjall. Pra kemi të uhidin uluhie. Allahut madhërisëm i takon adhurimi, frika, frikë respekti, dashuria. Ati i takon agjërimi, namazi, zekati, haxhi. Çdo vepër bëhet veç se për hatër të tij. Dhe ai është i pastër nga cilësitë. Pra Allahu i madhërisëm është ai i cili është krenari, por edhe njeriu është krenar. Por nuk krahasohet krenaria e robët me krenarinë e Zotit. Pra, ky është Zoti i botrave. E nëse doni me njoh Allahun më së miri, lexoni 3 parimet, lexoni kitabut Tauhidin, lexoni këto libra të cilat e veçojnë Allahun e madhërisëm ashtu siç duhet. Kështu që po ju përshëndes me këtë mesazh, shpresoj të ketë bërë dobi. Shpërndajni edhe me njerëz të tjerë nëse keni dëshirë, dhe lutim Zotin e madhërisëm që të na mbaj stabil në këtë fe dhe të vdesim me fjalën la ilaha illa Allah Muhammedur Rasulullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.